Sekretari i Shtetit Pompeo kritikoi sot politikat e ish-presidentit Obama për lindjen e mesme gjatë vizitës së tij në Egjipt. Presidenti Trump paralajmëroi mundësinë e shpalljes së gjendjes së emergjencës kombëtare lidhur me mosmarrëveshjet me demokratët për ndërtimin e murit në kufi me Meksikën. Penjani ka shprehur shqetësimin rreth bisedimeve të bllokuara me Shtetet e Bashkuara, por mbetet i angazhuar të përmirësojë marrëdhëniet me Washingtonin. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit e Amerikës ditari. Unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të ndiqni në Shqipëri. Presidenti Metar refuzoi emërimin e zotit Gencakaj në postin e ministrit të jashtëm të vendit. Do të ndiqni reagimin e autoriteteve shqiptare lidhur me materialin e transmetuar dje nga Zëri i Amerikës, që del në përfundimin se autoritetet shqiptare kanë favorizuar kompaninë DH Albania për të marrë kontratën për ndërtimin e një pjese të unazës së re në Tiranë, ndërkohë autoritetet thonë se licencat për kompaninë janë dhe në përputhje me ligjin, por Zëri i Amerikës i shndron raporti. Do të kemi mundësinë të njihemi me më shumë detaje rreth kësaj çështje. Na ndiqni. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha sot se ai mund të deklarojë gjendjen e emergjencës kombëtare nëse Kongresi nuk i plotëson kërkesat e tij për miliarda dollar për ndërtimin e një muli përgjatë kufirit amerikan me Meksikën. Zoti Trump i bëri komentet përpara se të nisej drejt kufirit jugor të vendit, si pjesë e fushatës së tij për të fituar mbështetje publike për ndërtimin e murit. Mosmarrëveshjet për cilin kanë çuar në një mbyllje të pjesshme të agjencive qeveritare. Dita e sotme shënoi të 20 ditë të mbylljes së qeverisë. Zoti Trump u tha gazetarëve se ai gëzon të drejtën absolute për të deklaruar gjendjen e emergjencës kombëtare. Dje, gjatë një takimi në Shtëpinë e Bardhë, demokratët e kundërshtuan sërish kërkesën e vazhdueshme të zotit Trump për më shumë se 5 miliard dollar për ndërtimin e murit në kufi me Meksikën. Ndërkohë, demokratët kanë ofruar 1.3 miliard dollar shtesë për të financuar të tjera aspekte që lidhen me sigurinë kufitare, siç është vendosja e sistemeve të vëzhgimit të një teknologjie të lartë. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo kritikoi ashpër politikat për lindjen e mesme të administratës së ish-presidentit Barack Obama. Në një fjalim në Universitetin Amerikan të Kairos, ai kritikoi ish-presidentin për një vizion të gabuar që uli rolin e Amerikës në rajon, siç tha ai, dhe dëmtoi miqtë e vjetër të saj, si dhe inkurajoi armikun kryesor, Iranin. Në fjalimin e mbajtur në Kairo, sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo i quajti politikat e paraardhësit të presidentit Trump naive dhe të drojtura në përballjen me sfidat që sollën revoltat, të cilat tronditën lindjen e mesme duke përfshirë Egjiptin në fillim të vitit 2011. Çfarë mësuam nga gjitha kjo? Mësuam se kur Amerika tërhiqet, shpesh vjen kaosi. Kur i lëm pas dore miqtan, kjo shkakton zëmërim, dhe kur bashkohemi me armiqtan, ata avancojnë, tha zoti Pompeo. Sekretari i Shtetit fajsoi veçanërisht vizionin e paraqitur nga zoti Obama në Kairo në vitin 2009, ku foli për një fillim të ri në marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me vendet e botës arabe dhe muslimane. Rezultatet e këtyre gabimeve kanë qenë të tmerrshme, tha zoti Pompeo, por ai shtoi se kjo epokë tashmë është kapërcyer. Tani ka ardhur vërtet një fillim i ri. Brenda vetëm 24 muajve, në fakt më pak se 2 vjet, Shtetet e Bashkuara nën presidentin Trump kanë rivendosur rolin e tyre tradicional si një forcë së mirës në këtë rajon, tha zoti Pompeo. Ai tha se Amerika nuk do të tërhiqet derisa lufta kundër terrorizmit të ketë përfunduar. Ai shpjegoi gjithashtu se vendimi i presidentit Trump për tërheqjen e trupave nga Siria nuk përbën një ndryshim të misionit të Shteteve të Bashkuara në rajon. Ne mbetemi të angazhuar për çmontimin e plotë të kërcënimit të ISIS-it dhe për luftën e tanishme kundër islamizmit radikal në të gjitha format e tij. Por si tha presidenti Trump, ne po kërkojmë që partnerët tanë të bëjnë më shumë, tha zoti Pompeo. Sekretari Amerikan i Shtetit po viziton rajonin për të shpjeguar strategjinë amerikane pas njoftimit të befasishëm të presidentit Trump muajin e kaluar për një tërheqje të 2000 trupave amerikane nga Siria. Vendimi tronditi aleatët dhe kapi në befasi zyrtarët më të lartë të Shteteve të Bashkuara, duke çuar në largimin e sekretarit të mbrojtjes Jim Mattis. Shtëpia e Bardhë shpreh optimizëm pas 3 ditë bisedimesh tregtare mes dy vendeve në Pekin. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Sarah Sanders tha për rrjetin e biznesit Fox se Shtetet e Bashkuara presin që këto bisedime të sjellin diçka, por pa dhënë asnjë afat kohor.
Zyra e përfaqësuesit amerikan për tregtinë thanë se janë përqendruar në zotimin e Kinës për të blerë një sasi të konsiderueshme të madrave bujqësore, energjisë, produkteve të përpunuara, si dhe të tjera produkte dhe shërbime nga Shtetet e Bashkuara. Por ata thanë gjithashtu se çdo marrëveshje me Kinën do të pasohet nga verifikimi dhe zbatimi i vazhdueshëm. Pekini nuk ka bërë komente lidhur me bisedimet, të cilat u zgjatën deri në 3 ditë për shkak të përparimit të tyre. Mediat shtetërore kineze njoftuan sot se udhëheqësi i Koreas Veriut Kim Jong-un është i shqetësuar rreth bisedimeve të bllokuara me Shtetet e Bashkuara lidhur me çarmatimin bërthamor. Megjithatë, ai kishte thënë presidentit kinez Xi Jinping se mbetej i angazhuar për të përmirësuar marrëdhëniet me Washingtonin. Njoftimet rreth diskutimeve mes udhëheqësit Penjanit dhe presidentit kinez u bën vetëm disa orë pasi Kim Jong-uni u largua nga Kina. Kjo është vizita e 4 e tij në Kinë, që nga viti i kaluar dhe ka ngritur spekulimet se ai po bashkërendon punën me Pekinin përpara një takimi të mundshëm të dytë me presidentin Donald Trump. Ky i fundit u tha gazetarëve në fillim të dhjetorit se një takim i dytë ka gjasa të ndodhë në janar ose në shkurt të 2019-s. Në qershorin e vitit kaluar, udhëheqësi Penjani dhe presidenti amerikan shkruan një marrëveshje të paqartë gjatë takimit të tyre historik në Singapur, nëpërmjet saj i bëhej thirrje Penjanit të braktisë programin bërthamor, por rezultatet e marrëveshjes kanë qenë të kufizuara. Në Shqipëri, presidenti Ilir Meta njoftoi sot se ka refuzuar emërimin e zotit Gent Cakaj në postin e ministrit të jashtëm, duke u shprehur se kandidatura e tij nuk i plotson kushtet e nuk krijon besueshmëri. Zoti Meta u shpreh se në postin e zëvendës ministrit të jashtëm ai ka shmangur detyrimin për të marrë certifikatën e sigurisë, gjë që përbën sipas tij shkelje penale, ndërsa disa deklarata publike të zotit Cakaj për çështjen e Kosovës i konsideroi të papranueshme. Kryeministri Rama reagoi duke cilësuar refuzimin e presidentit Meta antikushtetues dhe të turpshëm. Dishni për më shumë korrespondentin tonë Armand Mera. Presidenti Meta i ktheu sot një përgjigje të gjatë kryeministrit Edi Rama për të motivuar vendimin e tij kundër kandidaturës së zotit Genti Cakaj, 28 vjeç nga Kosova, për një periudhë këshilltar i kryeministrit dhe prej qershorit të vitit të kaluar, zëvendës ministri i jashtëm i ngarkuar për procesin e integrimit evropian. Ndonse që në fillim ai shprehet se profili i zotit Genti Cakaj i propozuar për postin e ministrit për Europën dhe punët e jashtme ka mungesë të qartë të përvojës politike, diplomatike, administrative, shtetërore, në secilin element dhe në tërësi, kreu i shtetit ndalet gjithësisht në 2 argumenta konkret, që sipas tij e bëjnë të papranueshme kandidaturën. E para lidhet me faktin se zoti Cakaj nuk ka marrë certifikatën e sigurisë, një detyrim ligjor për një zëvendës ministër i cili ka akses në informacione të klasifikuara. Për një periudhë të vazhdueshme për 7 muaj ka neglizhuar qartësisht zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore të sipërcituara që sipas parashikimeve të ligjit përbëjnë shkelje penale dhe janë të dënueshme sipas legjislacionit në fuqi, shkruan zoti Meta, ndërsa vijon mëtej duke theksuar se shmangja prej tij i zbatimit të këtyre detyrimeve ligjore, së pari është shkelje për të cilën çdo funksionar duhet të mbajë përgjegjësitë që i takojnë, por njëkohësisht kjo sjellje tregon për mungesë të përgjegjshmërisë në ushtrimin e funksionit publik si zëvendës ministër për Evropën dhe punët e jashtme, si dhe është një tregues tepër i qartë për rrezikun që mbart kjo kandidaturë për të ushtruar detyrën shumë të rëndësishme të propozuar për emërim të ministrit për Evropën dhe punët e jashtme. Një tjetër aspekt i kundërshtuar nga presidenti Meta janë dhe disa qendrime publike të mbajtura nga zëvendës ministri i jashtëm lidhur me zhvillimet në rajon dhe sidomos me dialogun Serbi-Kosovë dhe me idenë e shkëmbimit të territoreve mes 2 vendeve që sipas një interviste të dhënë në Kosovë po konceptohet në suaza të korrigjimeve të përgjithshme territoriale që janë duke ndodhur në Ballkanin Perëndimor, është shprehur zoti Cakaj. Për krejun e shtetit shqiptar, këto deklarata të rrezikshme të zotit Cakaj me pasoja të paparashikueshme në rajon dhe më qër, në planin dypalësh dhe mëtej janë në kundërshtim të hapur me politikën rajonale të shtetit shqiptar, të NATO-s dhe vetë Bashkimit Evropian. Ndërsa vënë në dukje rëndësinë dhe rolin e ministrisë së jashtme shqiptare përballë disa sfidave të afërta të diplomacisë si në kuadër të presidencës së ardhshme të OSBE-s, ashtu dhe në pritje të vendimit për hapjen e bisedimeve për antarësim me Bashkimin Evropian, zoti Meta mbyll letrën e tij i dërguar kryeministrit duke u shprehur se kandidatura e zotit Gent Cakaj nuk i plotson kushtet, nuk krijon besueshmëri dhe nuk ofron garancitë e nevojshme për ushtrimin me objektivitet dhe në lartësinë e kërkuar të detyrës tepër të rëndësishme të ministrit për Evropën dhe punët e jashtme. Ndërsa ka refuzuar dekretimin e ministrit të ri, presidenti Meta nuk ka firmosur ende shkarkimin e ministrit aktual Ditmir Bushati, i cili përpasoi vijon të mbetet zyrtarisht në detyrë. I menjëhershëm ishte reagimi i kryeministrit Edi Rama përmes një postimi në Twitter ai përdori tonë të ashpra ndaj vendimit të presidentit, duke e konsideruar jo vetëm antikushtetues por dhe të turpshëm. Argumentat e dhënë nga zoti president janë të frikshme për nivelin skandaloz dhe turpëruese për institucionin, shkruan zoti Rama, duke e mbyllur me një ndjesë Kosovës për këtë turp. Nuk ka vënuar kundër përgjigjja presidentit Meta,
i cili ndalet vetëm të qëndrimin ndaj çështjes së Kosovës dhe raporteve me Serbinë. Pavarësia, integriteti territorial i Kosovës dhe vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë janë të padiskutueshme për Republikën e Shqipërisë deri në sekondën e fundit si presidenti i vendit tim, shkruan zoti Meta në Twitter. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. I kthehemi tani raportimit të dieshëm të Zërit Amerikës, ku thuaj se autoritetet shqiptare kanë favorizuar kompaninë DH Albania për të marrë kontratën për ndërtimin e një pjese tunazës së re në Tiranë. Favorizimi i kësaj kompanie që dyshohet të jetë lidhur me biznesmenin e fuqishëm Bashkim Ulaj provohej nga analizimi i dokumentacionit të dorëzuar në zyrat e shtetit nga firma DH Albania. Autoritetet shqiptare, duke reaguar përmes sekretariatit teknik të Komisionit Posaçëm të Licencimit, theksojnë se licencat për kompaninë DH Albania janë dhënë në përputhje me procedurat ligjore. Ne i qëndrojmë raportimit ton dhe ftojmë autoritetet të përgënjeshtrojnë me prova 2 shkeljet e ngritura në lajmin e Zërit Amerikës. E para, aplikimi për njëhtësimin e licencës është bërë në datën 13 korrik, kur firma DH Albania nuk ekzistonte ende. Ajo figuron e regjistruar në datën 18 korrik. Si e shpegojnë autoritetet protokollimin e aplikimit dhe fillimin e procedurave të licencimit bazuar në një kërkesë anonime? Së dyti, sipas rregullave të publikuara në vetë faqen e Ministrisë së Infrastrukturës, dokumentacioni vjet në dispozicion anëtarëve të komisionit 3 ditë pune. E theksojmë 3 ditë pune përpara datës së zhvillimit të mbledhjes për shqyrtimin e kërkesës. Dokumentat tregojnë se firma DH Albania i ka plotësuar dokumentat në 27 korrik, ditë e premte, dhe komisioni ka miratuar ato të hënën në 30 korrik. Në reagimin e tyre, autoritetet shqiptare nuk u japin shpjegim këtyre shkeljeve, që kur u bë publik skandali me firmën DH Albania, zyrtarët shqiptarë në reagimin e tyre janë përpjekur të shfaqsohen duke u justifikuar se kanë të pamundur të verifikojnë nëse dokumentat e paraqitura për tendera janë të falsifikuara apo jo. Në reagimet e deritanishme mungon përgjegjësia për këto shkelje lehtësisht të verifikueshme. Në shohim të tjera zhvillime. Po në Tiranë, studentët e universiteteve publike vazhduan dhe sot protestën e tyre me 8 kërkesa ekonomike dhe akademike. Ata protestuan sot në mjediset e brendshme të disa fakulteteve ku studimet janë ndërprerë prej fillimit të muajit dhjetor. Dhe disa fakultete u bllokuan hyrjet e ndërtesave dhe protesta vazhdon nëpër korridore. Studentët shprehen se do të qëndrojnë aty deri në zgjidhjen e kërkesave të tyre nga ana e qeverisë. Sipas tyre, bojkoti i studimeve vazhdon masivisht dhe numrat e ulur të pjesëmarrjes në protesta vijnë thjesht prej faktit se shumë studentë nuk janë kthyer në kryeqytet pas festave të fundvitit. Ata shprehen se nuk besojnë që kërkesat e tyre do të plotësohen, ndaj po e përshkallëzojnë protestën. Protesta e mirë e studentëve dhe universiteteve nisi ditët e para të dhjetorit dhe vazhdon prej më se 1 muaji me tubime përpara Ministrisë së Arsimit dhe Kryeministrisë. Qeveria i quan të plotësuara kërkesat e tyre me 11 vendimet e fundit, duke siguruar përgjysmimin e tarifave dhe lehtësira të tjera, por studentët mendojnë të kundërtën. Ministri i Jashtëm Gjerman, Heiko Maas, tha sot se rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian nuk kalon vetëm nëpërmjet reformave, por edhe nëpërmjet një pajtimi të vërtet me Serbinë. Ai bëri këto komente në Berlin, pas takimit me ministrin e Jashtëm të Kosovës Begjet Pacoli, ku bëri thirrje të dyja palëve të kthehen në një dialog konstruktiv. Bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbeten të pezulluara për shkak të vendimit të qeverisë Kosovës për të vendosur tarifa ndaj mallrave serbe. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Sheu. Ministri i Jashtëm Gjerman Heiko Maas u bëri thirrje të enjtë të Kosovës e Serbisë që të kthehen në bisedime, ndërsa theksoi se pa një pajtim të vërtetë ndërmjet tyre nuk do të hapet rrugë integrimeve në Bashkimin Evropian. Ai bëri këto komente në Berlin pas takimit me ministrin e Jashtëm të Kosovës Begjet Pacoli, në të cilën është diskutuar për marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimet në Ballkan. Ministri Gjerman Maas tha se kohave të fundit janë hedhur hapa mbrapa në bisedime ndërmjet Kosovës e Serbisë dhe u bëri thirrje të dyja palëve të kthehen në një dialog konstruktiv. Ai tha se rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian nuk lidhet vetëm me reformat, por edhe me një pajtim të vërtetë me Serbinë. Zoti Maas tha se vendi i tij ka shprehur rezerva sa u përket tarifave të importeve të mallrave nga Serbia, ndërsa shpreson që përpjekjet për të hequr ato do të çojnë rezultate pozitive. Beogradi po e kurrëzon vazhdimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën me heqjen e tarifës së vendosur nga qeveria e Kosovës ndaj mallrave që prodhohen në Serbi. Thirrje për heqje të tarifave janë përsëritur vazhdimisht edhe nga Bashkimi Evropian, zyrtarët e të cilët thonë se ajo do të mundsonte rifillimin e bisedimeve tashmë të pezulluara.
por kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj kritikoi sot ashpër Bashkimin Evropian për mos reagim ndaj, siç tha, provokimeve të Serbisë gjatë një ceremonie në Republika Srpska, entiteti serb në Bosnjë, kundër Kosovës dhe në të njëjtën kohë po e mban në trysni të vazhdueshme Kosovën për të hequr tarifa ndaj Serbisë. Në reagimin e kryeministrit Haradinaj thuhet se njerëzit paramilitare në Banja Luka dhe këngët genocidiale përcillen me thirrjet kundër Bashkimit Evropian. Kjo skenë që përkujton sentimentin gjakpirës të aparaturës së Miloševićit bëhet në nder dhe para kryeministres kukull të Vučićit, Ana Brnabić, dhe ministrit të mbrojtjes kukull të Rusisë, Aleksandar Vulin. Përderisa Bashkimi Evropian shfrytëzon të gjitha kanalet për të bërë trysni ndaj Kosovës për një masë legjitime dhe ligjore, siç është taksa, e cila përdoret nga shtetet e zhvilluara siç janë Shtetet e Bashkuara, Franca, Kanadaja e tjerë, vendos të mbyll sy ndaj kësaj skene, e cila bën thirrje për luftë e gjenocid, thuhet në reagimin e kryeministrit, duke nënvizuar se përkundër kësaj politike jo të drejtë të Bashkimit Evropian, Kosova është e përkushtuar që të ecojë idealet evropiane. Autoritetet në Kosovë thonë se janë të gatshëm për një marrëveshje normalizimi me Serbinë, e cila do të sillte paqe në rajon. Tash për tash është e paqartë se kur mund të pritet vazhdimi i bisedimeve që kanë ngecur për shkak të tensioneve të larta ndërmjet të dyja vendeve. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Edhe gjatë ditës së sotme kanë vazhduar rreshtet e dëborës në të gjithë zonën veriore të Shqipërisë. Situata është vështirësuar në akset rrugore kombëtare që shkon drejt Kosovës dhe Malit të Zi, pasi kompanitë e kontraktuara për mirëmbajtjen e tyre nuk po përmbushin në kohë detyrimin. Ndihni për më shumë Plum Sulon, korrespondentin tonë. Gjatë natës dhe ditës së sotme është përkeqësuar situata në veri të Shqipërisë për shkak të rreshjeve të vazhdueshme të dëborës, por edhe problemeve të lindura me qarkullimin rrugor. Rruga Kombit që përshkon rrethet veriore dhe që lidh Shqipërinë me Kosovën vazhdon të jetë në një situatë të rënduar dhe problematike për lëvizjen e automjeteve. Qarkullimi rrugor ndërpritet her pas here për shkak të ngrisjes dhe dëborës. Kompanitë private të kontraktuara për mbajtjen hapur të kësaj rruge të rëndësishme duket se janë gjetur të papërgatitura dhe pa mjetet e nevojshme për siguruar lëvizjen normale nëpër këtë aks të rëndësishëm rrugor. Edhe gjatë ditës së sotme ka patur automjete të tonazhit të rënd që kanë rrëshqitur duke devijuar nga aksi i rrugës dhe duke rrezikuar jetën e drejtuesve si dhe penguar lëvizjen e automjeteve të tjera. Problematike ishte sot situata dhe në rrugën kombëtare që shkon drejt pikalimit kufitar të Anit të Hotit në kufirin e Shqipërisë me Malin e Zi. Dy kompanitë private të kontraktuara për mirëmbajtjen e kësaj rruge po punonin gjatë ditës së sotme me disa automjete për pastrimin e dëborës, por pa mundësuar një lëvizje normale nëpër këtë aks të rëndësishëm rrugor, ku ka lëvizje të shumta të automjeteve të tonazhit të lartë. To për dy kompani, firma Geci dhe firma Abazi. Dhe tani këtë indiferent janë për situatën që është aktuale. Do të jenë më të angazhume, më të përkupume, do të japin ata që kanë marrë. Ata dhe tash për momentet asgjë s'kan dhënë. Një ditë më parë edhe Ministria e Mbrojtjes, e cila ka në varësi emergjenca civile, duke shprehur shqetësim për situatën në akset rrugore, u kërkoi kompanive private të kontraktuara për mirëmbajtjen e tyre që të përmbushin detyrimet. Ndërkohë, Bashkia Malësia e Madhe është një nga më të prekurat nga situata e rënduar e krijuar gjatë 2 ditëve të fundit për shkak të rreshjeve të vazhdueshme të dëborës. Për shkak të terrenit të thyer malor, por dhe vështirësive të shumta të jetesës së banorëve, Malësia e Madhe sot është një nga zonat më problematike në veri të Shqipërisë. Për shkak të situatës së krijuar, në mesditë u mblodh shtabi i emergjencave civile i Malësisë së Madhe. Kryetari i Bashkisë Malësie e Madhe, Tonin Marinaj, tha se po punohet për të ardhur në ndihmë banorëve të izoluar nga dëbora për shkak të bllokimit të rrugëve malore. Dje ishte në krejt territorin e Malësisë së Madhe rrugë të kalueshme, por gjithsesi gjatë natës ka rabor e vazhdueshme siç e shef edhe tash dhe rrugët nëpër fshatra kanë një të bllokume. Ne sapo bëmë një takim përveç se angazhimeve të hershme që krejt strukturat e bashkisë, të policisë shtetit, gjithë kryeplest, njëkohësisht edhe banorë dhe biznese janë treguar të gatshëm me mjete me forma të ndryshme financiare apo diçka tjetër që të kontribuojnë për të zhbllokuar gjitha rrugët e Malësisë së Madhe. Ndërkohë, pjesa më e madhe e akseve rrugore që shkojnë drejt zonave malore në Qarqe, Shkodër, Kukës, Dibër dhe Lezhë janë të pakalueshme, duke mbajtur të izoluar edhe sot më shumë se 50.000 familje. Njësitë vendore kanë të pamundur hapjen e tyre, pasi nuk kanë automjetet e nevojshme dhe as burimet financiare, ndaj vazhdojnë të kërkojnë mbështetje nga qeveria qendrore.
për zërin e Amerikës nga Shkodra Pullumsulo. Presidenti Donald Trump dhe demokratët e opozitës vazhdojnë të kenë qëndrime të kundërta lidhur me kërkesën e presidentit për murin në kufirin me Meksikën, një përplasje që ka shkaktuar një mbyllje të pjesshme të qeverisë, e cila ka hyrë tashmë në javën e 3 të saj. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Jim Malone, sjell më shumë detaje lidhur me motivet politike të secilës parti në këtë duel që ka çuar në mbylljen e qeverisë. Duke përmendur si argument një krizë në kufirin jugor, presidenti Trump përdori një fjalim televiziv për të bërë thirrje edhe një herë për murin në kufi. Demokratët në Kongres kanë refuzuar të pranojnë që ka një krizë dhe kanë refuzuar që t'u jepen agjentëve të guximshëm të kufirit mjetet që u duhen për të mbrojtur fëmijët tanë dhe vendin tonë. Demokratët e kundërshtojnë murin dhe besojnë se zoti Trump po e mban vendin peng thjesht për të mbajtur premtimin e fushatës. Shumë presidentë e kanë përdorur zyrën ovale për synime fisnike. Ky president sapo e përdori sfondin e kësaj zyre për të prodhuar një krizë, për të ngjallur frikë dhe për të shmangur vëmendjen nga kaosi në administratën e tij. Mes atyre që ndoqën fjalimin e presidentit ishte mbështetja e tij nga Texasi, Generia Lewis. Ishte një lutje, mua më duk një lutje logjike dhe mbështes atë. Por ata që janë të detyruar të mos punojnë nga mbyllja e pjesshme e qeverisë janë të irrituar. Të mbajnë peng pagat tona ndërsa zihen me njëri tjetrin për çështje politike është e padrejtë, nuk është e drejtë për askënd. Donald Trump mobilizoi fushatën e tij me një premtim për të ndërtuar një mur për të cilin do të paguante Meksika. Tani ai është në presionin e konservatorëve për ta çuar në vend këtë premtim, thot analisti Larry Sabato. Thelbi asaj që than ishte nëse nuk bën më shumë presion për murin dhe nuk siguron miliarda dollar për ta ndërtuar atë, atëherë baza jote që ne përfaqësojmë nuk do të mbështesë në vitin 2020. Çështja e migracionit është një nga gurët e themelit edhe për demokratët e opozitës, që janë moralisht kundër murit në kufi dhe linjës së ashpër të presidentit. Bëhet fjalë për trajtimin e emigrantëve në kufi, bëhet fjalë për ndarje të familjeve. Është një çështje të drejtave të njerëzit, nuk bëhet fjalë thjesht për sigurinë në kufi. I përballur me mbështetje historikisht të ulët në anketa 2 vjet pasi mori mandatin, zoti Trump duket i përqendruar të kënaq bazën e tij. Por sipas historianes Doris Kearns Goodwin, kjo është një strategji e rrezikshme. Nuk kam parë që presidenti Trump të kaloj nga faza e fushatës tek ajo e qeverisjes, dhe baza duket se ka një marrëdhënie magjike me të, sipas mendimit të tij, dhe ai nuk ka bërë përpjekje për ta kapërcyer këtë fazë. Ai thjesht do të sigurohet që nuk i ka humbur ata. Zoti Trump beson se rruga drejt rizgjedhjes është përmes murit kufirit, që tani për tani nuk është real. Demokratët përfshirë shumë prej atyre që duan të kandidojnë për president vitin e ardhshëm, duken po aq të vendosur që të mos ta lejojnë të fitojë, ndërsa fushata për vitin 2020 është gati të fillojë. Largimi i pritshëm i zëvendës prokurorit përgjithshëm Rod Rosenstein po ngre disa pikpyetje rreth së ardhmes së hetimeve të prokurorit posaçëm Robert Mueller për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet amerikane të vitit 2016. Zoti Rosenstein shihet si mbrojtës i këtij procesi hetimor që kritikohet nga presidenti Donald Trump. I emëruar i presidentit Trump për të drejtuar Departamentin e Drejtësisë William Barr, gjithashtu e ka kritikuar hetimin, por është shprehur se e vlerëson zotin Mueller. Korrespondentja e Zërit Amerikës Letica Hawk njofton se zoti Barr mund të konfirmohet në detyrë në muajin e ardhshëm. Presidenti Trump e ka kritikuar ashpër hetimin që deri më tani ka vendosur nën akuzë disa prej ish bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë. Sekretarja e tij e shtypit e përsëriti të mërkurën këtë qendrim. The Russian investigation has gone on for 2 years and we've not interfered at any point. Hetimi për Rusin vazhdon prej 2 vitesh dhe ne nuk kemi ndërhyrë në asnjë rast. Në këtë pikë ai duhet të përmbyllet. Presidenti nuk ka bërë asgjë të gabuar. There was nothing. The president's done nothing wrong. Vitin e kaluar, presidenti Trump shkarkoi ish-kreun e Departamentit të Drejtësisë Jeff Sessions dhe zvendësoi atë përkohësisht me zëvendësin e tij Matthew Whitaker, i cili ka kritikuar haptazi hetimin për Rusin. Ndërkaq, William Barr, i emëruari nga presidenti Trump për postin e prokurorit përgjithshëm, i ka drejtuar një memorandum Departamentit të Drejtësisë,
ku shprehet se teoria e zotit Mueller për pengim të drejtësisë është fatalisht e keq ndërtuar dhe se mund të sjellë pasoja shkatërrimtare. Udhëheqësi demokrat në Senat, Chuck Schumer, i bëri thirrje presidentit Trump të tërheqë emërimin e zotit Barr dhe demokratët e Kongresit shprehen ndjesë shqetësimin për të ardhmen e hetimit të prokurorit Mueller pas largimit të zotit Rosenstein. Është thellësisht shqetësuese, veçanërisht kur kemi një prokuror të përgjithshëm të përkohshëm që është kaq armiqësor ndaj hetimeve të prokurorit Mueller dhe që ka deklaruar se nuk beson se presidenti mund të pengojë drejtësinë, edhe pasi ka shkarkuar drejtorin e FBI-s për të eliminuar problemin e Rusisë. Kombinimi i këtyre ndryshimeve duhet të jetë thellësisht shqetësues për të gjithë ata që dëshirojnë shtetin ligjor. Senatori republikan Lindsey Graham, i cili do të kryesojë komisionin e Senatit për gjyqësorin, tha se i ka diskutuar këto shqetësime me zotin Barr. Mund t'ju siguroj nga sa kam dëgjuar se ai ka opinion të lartë për zotin Mueller dhe beson se zoti Mueller po vepron profesionalisht, se do të veprojë profesionalisht, se do të jetë i paanshëm me presidentin e të gjithë vendit dhe se nuk ka asnjë arsye për të ndalur punën e tij dhe se është i angazhuar ta lejojë zotin Mueller të përmbushë detyrën. Duke qenë se republikanët kanë shumicën në Senat, duket se zoti Barr do të konfirmohet në këtë detyrë. Si drejtuesi i Departamentit të Drejtësisë, ai do të bëjë edhe mbikëqyrjen e hetimeve që po përpiqen të përcaktojnë nëse fushata Trump bashkëpunoi fshehurazi me Moskën për të siguruar fitoren e tij në zgjedhje. Sipas statistikave, deri në vitin 2030, numri i operacioneve për zëvendësimin e kockës së gjurit vetëm në Shtetet e Bashkuara pritet të rritet me 600%. Hulumtuesit në qendrën mjekësore Wexner në Universitetin Shtetëror të Ohio's po ofrojnë një alternativë që mund të lehtësojë dhimbjet dhe ngandalsojë artritin, një prej shkaqeve kryesore që kërkon operacion për zëvendësimin e gjurit. Chuck Stanger, një zjarfikës në pension, prej vite zhvuan nga dhimbjet e gjurit. Sa herë që përkulesha apo ngjitja shkallët ose bëj ushtrime fizike, ndjeja dhimbje. Ai u diagnostikua me artrit të gjurit, një sëmundje që konsumon kërcin mes eshtrave të gjurit. Kjo gjendje përparon dhe vjen momenti kur shpëtimi vetëm është operacioni për të vënë protezën e gjurit. Hulumtuesit në Universitetin Shtetëror të Ohio's i dhënë atij një pajisje të re. Kjo pajisje ngjashme me amortizatorin e makinave vendoset në pjesën e brendshme të gjurit për të lehtësuar disi barrë në peshës në pjesën e brendshme, duke zhvendosur drejt pjesës së jashtme të gjurit. Si shihet në imazhe, pajisja eliminon presionin duke paksuar dhimbjen dhe ngadalësuar përparimin e sëmundjes që shpesh çon në zëvendësimin e gjurit. Nëse kemi sukses me këtë pajisje, kjo do të ulte numrin e operacioneve në Shtetet e Bashkuara për zëvendësimin e gjurit vit pas viti. Rastet po shtohen dhe ne po përpiqemi ta kufizojmë atë sa më shumë që të jetë mundur. Në rastin e zotit Chuck, sistemi kalipso i gjurit, siç edhe quhet, mund të shtyjë më shumë vite operacionin për zëvendësimin e gjurit, duke lehtësuar dhimbjen dhe lëvizjen. Dua të jem në gjendje të bëj disa gjëra si më parë. Çdo vit në Shtetet e Bashkuara kryhen rreth 600.000 operacione për zëvendësimin e kockës së gjurit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, sëmundja në fjalë prek 10 deri 15% e popullsisë së botës. Nëse ky operacion është i suksesshëm, procedura do të bëhet gjithsesi e disponueshme gjatë 5 apo 10 viteve të ardhshme. Të nderuar teleshikues, ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Natën e mirë.